Bia ime, ndohet të them se pas vdekjes së pejgamberit alayhi selam, kur tregova se si e varrosëm, nuk e ndjeva veten mirë, edhe nuk pushova si duhet. Sot e mora veten pak dhe më duhet të tregoj se ndrimi i jetë i profetit Muhamedit alayhi selam ishte dhimbje për gjithë medinasit, për farefisin, për familjen e tij. Mirë po mesazhi i tij, edhe pse ai ndroi jetë, duhet të vazhdoj. Përpara se të flas se kë zgjodhen si alif të parë këshilli pas ndrimit jetës së pejgamberit, duhet të flas për familjen e tij. Dihet se ai kishte lënë Fatimen, vajzën e tij të martuar me Aliun. Dhe nga kjo martesë lindën dy bij, Hasani dhe Hyseni, të cilët më vonë u bën figura të rëndësishme të Islamit në botë. Këshilli u mblodhen dhe për halif të parë zgjodhen Ebu Bekri. Ebu Bekri ishte njeriu që kishte shoqëruar Muhamedin qenë fëmijë. E kishte shoqëruar në rini, po e kishte shoqëruar edhe kur erdhen në Medinë. Kishte ndërmërter në për shpella, në për lufta, dhe gjithmonë ishte krahu i djathtë i Muhamedit alayhi selam, kështu që këshilli vendosi që ai ta vazhdoi halifatin. Ai në fillim pati disa probleme me disa fistar aty të cilët pretendonin profecinë, po edhe nuk dëshironin ta jepnin zeqatin. Mirë po ai tha, edhe në kohën e pejgamberit, vetëm një njeri po të me kundërshton të qoftë edhe për një deve, unë do të luftoja me te. Puna e parë që bëri, urdhroi njerëzit që dinin Kur'anin, ta të bonin në musaf se shumë hafiz kishin ra dëshmor në luftat të ndryshme. A e din ti se çka do të thot fjala hafiz, bija ime? Jo, nuk e di, baba. Hafiz, bija ime, do të thot hoxha i cili e di Kur'anin përmendsh. Kështu që puna e parë e tij ishte që të urdhronte hafizët që kishin me gjallë që të bonin fjalët e Zotit në një musaf për brezat e ardhshëm. Ebu Bekru sundoi 2 vjet, dhe pas 2 vjetë, bija ime, ndroi jetë. Atëherë këshilli u mlodh përsëri dhe zgjodhen si halif të dytë, që duhet të sundonte nga viti 634 e tutje, ai ishte Umeri i Hatabit. Umeri i Hatabit njëri si njeri shumë i drejtë, mirë po ishte shumë i ashpër.
a i sillej ashpër me gjithë në të mirën e Islamit, në të mirën e mesazheve që kishte lënë pejgamberi alayhi salam. Ai përgatiti të udhëheste shtetin islam, i cili dita ditës po rritej, sepse Siria, Egypti edhe shumë vendet e tjera po afroheshin dhe ishin islam. Ai kishte merit se vuri bazat e kalendarit të hijrit, i cili kishte nisë qysh në vitin 622. Pra, ky ishte Omeri i Hatabit, i cili sundoi rreth 10 vjet në Medinë dhe dita ditës arrinte të zgjeronte tokat e Islamit për rreth shtetit të Arabisë. Pas vdekjes së Omerit të Hatabit, udhëheqjen e halifatit e mori Osmani, një njeri i urtë, i ditur, i cili dhe ai vazhdoi t'i porosiste hafizet që ta tubonin Musafin, dhe është merit e tij se Kurani që kemi sot është i ngjashëm me atë që kishte përgatitur Osmani në kohën e tij me hafizet e kohës. Në kohën e tij vërtet zgjeroi besimi islam, edhe kishte shumë përpjekje ta kundërshtonin nga brenda njerëzit e tij, sepse ishte mjaft i fuqishëm, edhe erdhi deri te momenti që edhe e vran, edhe pse ai kishte sunduar mbi 10 vjet Islamin. Atëherë halif tjetër me radhë, i katërti, u zgjodh Aliu, dhëndri i Muhamedit alayhis salam, i cili kishte pranuar fen qysh në moshën 12 vjeçare. Ti e di se të kam treguar. Ai ishte një djalë trim, tani një burr se në të gjitha betejat ku kishte marrë pjesë, kishte qenë më i guximshmi ndër shokët e pejgamberit. Mirë po në sundimin e tij, e gjithë Arabia ishte tetë e shqetësuar dhe ai vërtet e pati shumë vështirë sundimin e popullit islam për atë kohë. Do të thotë këta janë 4 halifët më të njohur, të cilët e kanë vazhduar mesazhin e pejgamberit Muhamedit alayhis salam, i cili mesazh ishte se muslimanët tani pranonin vetëm një Zot, nuk u përuleshin idhujve, nuk u përuleshin figurave të tjera të cilat dikur kishin mbretëruar në Qabe dhe rreth Qabes. Pra, këta janë halifët e parë që ne në lanë trashëgim fjalën e Allahut. Fjalën e Allahut e cila ishte përcjell përmes Kuranit. Dhe Kuranin do të thotë e kishte përcjell Muhamedi alayhis salam,
dhe i kishte lënë njerëzimit edhe hadiset e tij. Hadiset të cilat tregonin për jetën e tij, për familjen, për shpjegimin e ajeteve të ndryshme të Kuranit, të jetës dhe ndodhive të pejgamberit, të cilat vërtet ishin të shumta. Pra, Kurani bija ime, Kurani solli dritë në mendjen e gjithë muslimanëve, solli dritë në zemrat e gjithë muslimanëve, ndërsa hadiset po ashtu sqaruan jetën e pejgamberit, sqaruan ndodhit të cilat u kishin ndodhur muslimanëve gjatë jetës të bujshme të Muhamedit a.s. qysh prej fëmirisë e derisa ndroi jetë. Kjo është drita e Allahut që muslimanët të botës sot e gëzojnë dhe e kanë përqafuar për mbi 1 miliard njerëz, dhe për mbi 1 miliard njerëz i përullën kësaj drite dhe Allahut i qofshim falë. Bia ime të thash se hafizët që e kishin majt në mend Kuranin, i kishin majt ajetet që i kishte transmetuar pejgamberi, fjalët e Allahut, janë vërtet merita teje të mëdha që ne sot i lexojmë me andje dhe i përkulemi Allahut. Kështu që bija ime, të kesh kujdes me shoqet dhe shokët tuaj, në shkollë, kur mëson, se këto janë bazat e Islamit, pra Kurani dhe hadithi. E tash, nëse e ndin veten të lodhur, ne po pushojmë bija ime, dhe natën tjetër do të flasim për figurën dhe jetën e Muhamedit a.s. Pra, natën e mirë. Natën e mirë, baba.